fantastike yjet. Për shembull, siç tash me i përmend Valoni, i cili është fantastik. Për mu ka qenë ëndër me punu bashkë me yjet, edhe kur kum pas rastin me dal pasi që hyra në skenë bashkë me Valonin, Alindin, Valdetin, Agonin, të cilët i përshëndes shumë, ka qenë knatësia më e madhe, se unë kur i kum pa në televizor, gjithmonë kum thonë, a është jetë? A vjen do njëherë një moment? Me performu unë bashkë në skenë me grupin e mrekullueshëm yjet. Edhe ja që ka ardhur momenti, edhe për mu ka qenë momenti, edhe mbetet momenti më i mirë i jetës tem me performu me atë grup mrekullueshëm. Çfarë ndjesie dhe çfarë ëndre e realizuar në një farë mënyrë, që të qenurit të pasurit këtë ëndër si fëmijë dhe ta realizosh në një moshë madhore, normalisht është patjetër një ëndër e realizuar. Ja, është ëndër e realizume, kështu që i falenderoj shumë edhe për përkrajën edhe djemtë e grupit Bobit. I falenderoj edhe njëherë edhe grupin që po bashkëpunojmë tash bashkë. Se për një është knatësi, mas pari edhe është edhe nder me performu bashkë me profesionalista tronkut. Me thonë... Më të lartë muzikës, diskutohet pa tjetër. Qysh është Vera si vjetë? Vera është mirë, besoj që koha e mirë ka me në morë në zetë. Po, as po diskutohet, bile po pritet, me qenë një verë e stërë në zetë në fakt. Vera është shumë e mirë, edhe njëherë tash na vjen edhe diaspora, kemi dasma, duke i falenderu edhe familje që na vjen nga diaspora, kështu që Vera është shumë e mirë. Mendoj që kjo verë për mu është një ndër verat më të mira që i kum pas në këto 4 vitet, që kum fillu me muzikë, kështu që me zisë për presi me fillu. Pa tjetër, edhe normalisht tash vetë se ka fillu e tash ma herët që kemi hy kadal kadale, jemi... Po, unë kum qenë tash edhe, mu i them në, për 100% të shkollave të Prishtinës, kum qenë në 80% shkollave të Prishtinës të maturave, semi-matura, duke i falenderu shumë gjithë drejtorat e shkollave,